Të dashur teleshikues, jemi këtu drejt për drejt me Gjino Molliqin, në cilin diskutojmë çështjen e veprimit serb në Preshevë, në Bujanoc e Medvegjë. Ne po e pyesim se përse nuk duhet të bëj shteti shqiptar, qeveria e Kosovës, dy shtetet shqiptare presion që të njëjtat kushte politike që kanë serbët në veri të Kosovës të kenë edhe shqiptarët në Serbi. Ekzistenca e paritetit duhet të jetë një kusht sine qua non për qeveritë shqiptare për marrëveshje me Serbinë. A jeni të njëjtit mendim? Po, fakt unë jam edhe idhëtar që shqiptarët në Preshevë, Medvegjë, Bujanoc të kenë edhe të drejt ose të kenë edhe ulse në tavolinë kur Serbia dhe Kosova bisedojnë bashkë për zgjedhjen përfundimtare të Kosovës me Serbinë, apo zgjedhje marrëdhënie Kosovë-Serbi që janë. Mendoj që ata duhet jenë pjesë e asaj marrëveshje, shkaku që Serbia mos të mundohet që nëpërmes të si themi luftës që e bën ajo luftës nëpër internet edhe nëpër gjëra që mundohet të shitet si viktima, në fakt është të bë gjenocidin që ka bën vitin 95 në Kosovë, 96, 97, tash e bën në Preshevë, Medvegjë, Bujanoc. Jam shumë dakord që shqiptarët në Preshevë, Medvegjë, Bujanoc duhet të kenë ulse, qeveritë tona duhet të bëjnë shumë më shumë për në drejtim të ndriçimit të atë që po ndodh atje. Unë mendoj që qeveria e Kosovës në këto vite të fundit ka bërë një punë të shkëlqyeshme në ndihma të ndryshme, në mënyrë të ndryshme të aktivizimit të shqiptarëve në atë krahin. Mendoj që qeveria e Shqipërisë duhet të bëjë shumë më shumë, pasi që tash qeveria ka një rol krejt tjetër politik në Evropë, e lemo në botë. Mendoj që ata dhe kryeministri Rama dhe të gjithë në Shqipëri duhen që ta krijojnë ndoshta një grup punues në mes qeverisë shqiptare që të merret me çështjen e Medvegjës, Preshevës, Bujanovcit, të ju ndihmoj të rive atje, qoftë me studime, qoftë të hapin në ndonjë universitet shqiptar atje në atë krahin, dhe mendoj që mund të bëhen të shumë në një hon krejt ndryshe, po që se qeveria e Shqipërisë do të punonte në drejtimin e riaktivizimit të shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë, Bujanoc dhe të ndihmesës ndaj tyre. Kështu që ju bëj thirrje për gjatë këtij transmisioni që le të punojnë, le të bëjnë, le të krijojnë një grup punues, pse jo edhe në këtë dy qeveritë, Shqipëri, Kosovë përbashkët, që të merret me këtë çështje. Gjino, unë e mbështes plotësisht idenë tuaj, por kam një pyetje tashmë. A duhet ta fusë qeveria e Kosovës si temë bashkëbisedimi me Serbinë në marrëveshjen mes tyre për veriun e Kosovës? A mund të hyjë ky si temë bashkëbisedimit, por nga ana tjetër është argument ndihmues për të arritur një paqe të mirëfillt? Unë mendoj që është një argument shumë që duhet të përmendet, duhet të punohet në atë argument. Vetëmi send nuk duhet që Serbia të merë ndonjë mendim të shkëmbimit të territoreve apo të mendimit që Kosova ose territori i Kosovës në tërësi do të ndryshojë. Ne do të avokojmë dhe do të punojmë deri në frymën e fundit për avancimin e shqiptarëve në Medvegjë, Preshevë, Bujanoc apo në veri të Kosovës, siç e the ti. Mirë, po shkëmbimet territorësh, ajo punë ka vdekur tash e sa vite dhe nuk do të ketë shkëmbime territoreve, po do të ketë avancim i të drejtave të njerëzit dhe të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Medvegjë, Bujanoc. Këtë edhe Serbia duhet ta di dhe duhet të punojë që të avancojë këto të drejta. Megjithatë, ne po shohim çështje të tilla si çështja e paqes në Ukrainë, megjithëse është çështje tjetër, por dhe aty po flitet për një zgjidhje me zhvendosje territoresh. Unë edhe keni parë edhe në Departamentin e Shtetit Amerikan, që është apruar edhe nga Kongresi edhe nga Senati Amerikan, edhe nënshkruar nga presidenti Trump,
në NDAA, që është National Defense Authorization Act. Kemi punuar shumë me kongresmen dhe senat, që sa pika aty të jenë që territori i Kosovës nuk do të ndryshoj dhe për Amerikën territori i Kosovës do të jetë ai që është dhe është i palëvizshëm dhe i palkundur dhe do ta mbrojë Amerika. Me futjen e Kosovës NATO unë mendoj që edhe Serbia do të ndryshoj kahjen, që tash po na del të temë tjetër që unë mendoj stacioni i parë dhe i vetëm i Kosovës në inkuadrimin në ndonjë organizatë të jashtme duhet jetë Kosova në NATO. Po kjo është e mundshme si dëshirë, si aspirate, duam të gjithë, po një farsoj është në kuadër të KFOR-it në NATO, po duhet të jetë si shtet në NATO, sepse mbron artikulli numër 5, por kam disa vende aty të cilat nuk e njohin Kosovën, jo për shkak Kosovës në vetvete, por shkak problemeve kufitare që kanë në shtetet e tyre. Ka mundësi të ndryshme që të njoftjes edhe të tyre të shtetit të Kosovës në NATO. Ka mundësi të ndryshme, janë dhe variantat ndryshme që Kosova mund të pranohet në NATO edhe pa votën e tyre, edhe pa pranimin e tyre. Jemi duke punuar në atë drejtim. Unë mendoj që Serbia do të kishte krejt një qasje tjetër dhe një kahje tjetër po të futet Kosova në NATO si shtet, krah me gjithë shtetet tjerë. Dhe unë mendoj që edhe pikpamjet e shqiptarëve në përshef me të veç Buenac në syrin e Serbisë do të ndryshojshin me futjen e Kosovës në NATO. Kështu që unë i bëj apel gjithë shqiptarëve këtu që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe pse jo qeveritë tona, që të punohet në atë drejtim, ku unë mendoj që kemi një rol tashmë, si që pa dhe në Davos me presidentin Osmani me nënshkrimin edhe futjen e Kosovës në traktin e paqes apo në atë që traktin e paqes që presidenti Trump do ta udhëheq. Mendoj që Kosova tashmë vetëm u bë pjesë botërore e një organizate e udhëhequr edhe e lindur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga kjo administratë e presidentit Trump. Aty de facto ti themi u pranua shteti i Kosovës edhe nga shumë vende që ishin aty që futën në nënshkrimin në atë organizat, edhe pse Kosova nuk e kanë pranuar ende, de facto, si të themi, mund të themi se e pranuan si shtet të Kosovës, se shteti i Kosovës do të jetë me drejtat barabarta në atë organizat përgjatë tyre. Kështu që mendoj që e kemi një momentum, një kahje tjetër me administratën e presidentit Trump, dhe mendoj që Kosova vetëm se po e merr atë zanafillën, atë krahin ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsideron Kosovën si aleatin më kryesor në Ballkanin Perëndimor dhe e din që shteti i Kosovës është aleati më i afërm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë në botë. Është diçka mjaft pozitive dhe mbështetja ushtarake për Kosovën, për të arritur dhe aspektin ushtarak, me xhavelinët, me tanke, me aty mendoj që ta shumë shpejt mundëm të punojmë edhe të punojmë në drejtimin e Kosovës në NATO dhe të mundohem që edhe Kongresi edhe Senati Amerikan të jetë një pjesë e asaj dhe të mundohet ta shtyjë Kosovën në atë drejtim. Okej. Pyetja e fundit ka të bëj, çfarë kërkoni ju si organizat AFA nga shqiptarët diaspora, shqiptarët e Amerikës, ku mund ta japin ata mbështetjen? Shqiptarët gjatë periudhës luftës në Kosovë ditën krijojnë një pol të vërtet lobimi. Çfarë duhet tashmë, pavarësisht se kush e merr nismën, rëndësi ka përfundimi? Së pari falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët që kemi punuar deri tash me Albanians for America apo Shqiptarët për Amerikën. Me të vërtet të gjithë kanë pas dyert hapur, kemi bashkëpunuar me të gjitha shtetet amerikane, shqiptarë në gjitha shtetet amerikane në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me të vërtet janë dyert hapur. Ka kontribues që kanë kontribuar qysh para luftës dhe qysh nga vitet e 80-a, 70-a për çështjen e Kosovës. Ne jemi një organizatë e re që po mundohem dhe po gjejmë mënyra të ndryshme që të avancimit të çështjes shqiptare në Kongresin, Senatin dhe në administratën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. I apeloj gjithë shqiptarëve që të shkojnë në albaniansforamerica.com apo shqiptarët për Amerikën. Le të bëhen members, ne kemi diku rreth 200 members, kemi bërë takime të ndryshme në New York, në Michigan, në Chicago,
Tash po punojmë dhe të bëjmë edhe të avancojmë edhe do takime tjera. Nëse kanë mundësi që sa do pak donacionet janë të mirë se ardhura për shpenzimet që ndodhin për një organizatë siç e dim gjithë se si punohen tonë organizatat jo përfituese. Ne kemi edhe PAC ku në PAC donacionet që vinë në PAC 100% shkojnë drejt riemërimit dhe ri përshtypjes të kongresmenëve dhe senatorëve të ndihmesës që ju jepim ne që ata të rizgjidhen në ato pozita, pasi që janë edhe kanë punuar për kohën, për Kosovën, për shqiptarët dhe në atë drejtim mundohem që ata të jenë aty në Kongresin dhe Senatin Amerikan që të ndihmojnë kauzës shqiptare. Do thotë çdo donacion që vjen nga bashkëpunëtorët tanë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jenë rezident. Atëherë ato donacione shkojnë drejt për drejt, mundohemi që t'i çojmë miqve tanë të ndryshëm që i kemi atje. Këtë punë që bëjmë unë dhe shokët e mi në Albanians for America është vullnetare, ne mundohemi që sa më shumë vetëm të krijojmë dhe ta krijojmë një urë lidhëse mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kongresit, Senatit dhe administratës Trump drejt për drejt me Kosovën, me Shqipërinë dhe me qashin shqiptare. Për ta mbyllur pyetja e fundit, nga puna juaj në qytetin Wiley. Ju zgjidheni për herë të dytë. Mayor pro tem. Okej, pro tem. Çfarë nënkupton mayor pro tem? Unë jam zavendës kryetar, si të themi. Këtu kemi një kuvend me 7 antar që udhëheq qytetin. Qyteti jemi ka rreth 75.000 banor, jemi një qytet në zhvillim e sipër. Kur kam ardhur këtu në 2015, në 2013 në fakt kam ardhur këtu, kemi qenë vetëm 25.000 banor, sot i kemi 75.000 banor. Jam shumë krenar që më së pari jam shqiptar dhe jam i zgjedhur në një pozitë politike të udhëheqjes në qyteti. Ky qytet më ka jep gjithë ato që kam mundësi për familjen time, për mbijetesën time, për fëmijët e mi. Kështu që jam shumë i lumtur që jam pjesë e policy maker në këtë qytet dhe të mundohem të arritim këtë qytet jo vetëm ekonomikisht, po të mbrojmë edhe të votën e njerëzve që jetojnë këtu për atë që e ka bë këtë qytet aq të lakmueshëm që gjithë vinë dhe jetojnë këtu. Dhe është krenaria ime që jam shqiptar dhe jam aty në atë pozitë dhe mundohem ta jap atë maksimumin që t'i frymëzojmë sa më shumë të ri e të reja që kanë lindë dhe jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të jenë pjesë e politikbërës shqiptare. Për këtë fakt i përshëndes në shqiptarët në Michigan, Robertin që po tash vetëm po hec për Kongresin Amerikan, Suzana Shkrelin që e kam shumë shoh që ajo po shkon për Secretary of State për Michigan. Kemi në New York që po shkojnë për Congress. Do të thotë vetëm ja ka filluar shqiptarët të jenë pjesë e politikbërës amerikane, që do të dash sot jo shumë shpejt do të jemi edhe në Washington dhe të reprezentojmë jo vetëm amerikanët që janë në distriktin tonë, mirë po të reprezentojmë edhe prej nga jemi. Se në fundit Lori Canës, Granit Xhakës, Zot Shaqiri, Dua Lipës nuk mund t'ja heqësh atë prejardhje dhe atë shqiptarizëm nga ta. Edhe pse janë ndoshta yje botërore nga një vend tjetër ose janë rritë në një vend tjetër, mirë po përthamen dhe frymëzimin e kanë shqiptar. Kështu që reprezentojnë me gjithë krenari. Unë ju falenderoj për intervistën, ju falenderoj për punën e mirë patriotike që bëni ju personalisht, shoqata juaj, sidomos për këtë arritje të lobizmit në Kongres për luginën e Preshevës. Ju uroj të vijoni dhe të vazhdoni punën tuaj me objektiva të qarta, siç e shoh, për të realizuar një ëndër të shqiptarëve që do zgjidhte edhe problemet e Ballkanit, futjes së Kosovës në NATO. Gjino, miru takofshim në emisionet të tjera, ju uroj punë të mbarë, edhe ju kam parë dhe ju kam ndjekur madje edhe në disa video që bëni në rrjetet sociale edhe me drejtues politik apo të mundshëm këtu në Michigan dhe me gjërë. Ju falemderit. Ju falemderit shumë për thirrjen që jem këtu me ju, që jem musafiri juve sot. I bëj apel gjithë prapë shqiptarëve, le të shkojnë në albaniansforamerica.com, le të bëhen antar, le të na japin mendimet e tyre. Ne jemi të hapur të
punojmë edhe të avancojmë çështjen shqiptare në Kongresin, Senatin dhe në administratën Trump. Faleminderit shumë dhe jam shumë mirënjohës. Edhe po e mbyll me fjalën shqiptare, puna që duket nuk do kallaus, se në këtë mes ju e keni arritur një farë qëllimi. Gjithë të mirat dhe miru takofshim. Miru takofshim, faleminderit.